Presidentja e Kosovës vizitë historike në komunitetin shqiptar në Waterbury. Një ditë që do mbahet mend gjatë në komunitetin shqiptar, fëmijë të veshur me rroba tradicionale me trëndafila në duar dhe një turm plot entuziazëm mirëpritën presidenten e Kosovës Vjosa Osmani Sadriu në qendrën kulturore shqiptare amerikane në Waterbury. Për herë të parë një televizion i madh amerikan, NBC Connecticut, dhe gazetat lokale kthyen syt nga zemrat diasporës shqiptare, duke ndarë me botën këtë moment krenarie të shtunën në mbrëmje. NBC licencuar në New Britain, që mbulon zonën Hartford, New Haven, bashkë me mediat lokale pasyruan gëzimin dhe unitetin e një komuniteti, ndërtuar një shtëpi të fortë shqiptare në Amerikë. Me ndihmën tuaj, Kosova gjeti zërin e saj në botë dhe ëndra për liri e pavarësi u bë realitet, tha presidentja Osmani me një ngrohtësi që preku zemrat e të pranishmëve. Le të sigurojmë që miqësia mes Kosovës dhe Shtetet Bashkuara të lutzojë, që fëmijët tanë dhe niprit e mbesat tona të trashëgojnë një lidhje të pathyeshme, një partneritet qëndrueshëm, një të ardhme të ndërtuar mbi liri dhe dinjitet. Kosova, një vend me rreth 1.8 milion banor, shpalli pavarësi nga Serbia në vitin 2008 me mbështetjen e palakundur Shtetet Bashkuara të diasporës shqiptare. Waterbury, një qendër e nacionalizmit shqiptar në Amerikë, që në shtëpi për emigrantët të ershëm dhe ata që u harratisën nga regjimi komunist i Enver Hoxhës, duke ndërtuar një komunitet të fortë që mban gjallë shpirtin shqiptar përmes organizatave si Vatra dhe kryetari i bashkisë Waterbury, Paul Pernerevski Jr. I dhuroi presidentes qelsin i qytetit, një simbol i ngrohtë i mikpritjes dhe i nderit për Kosovën dhe shqiptarët. Kontributi i komunitetit shqiptar në kulturën dhe ekonomikë dhe jetën qytetare ka pasuruar Waterbury për breza të tërë, tha ai, ne jemi të lidhur nga vlerat e besimit, familjes dhe punës pa lodhur. Në këtë atmosferë feste, senatori amerikan Richard Blumenthal, një aleat i palëkundur i Kosovës, u bashkua me komunitetin për të nderuar këtë moment. Luftëtarët e lirisë Kosovës meritojnë mbështetjen tonë të plotë dhe unë do të jem gjithmonë në krahun tuaj, tha ai, duke forcuar urën e miqësisë së Kosovës me SBA.